10 sekond vajza ta fik. Tre që del kampion gjithmonë Gentian Shaqiri. Ti di që i pari gjithmonë, Në Lidem me karroca me kuzhineta. Edhe Shqiponjën. Dhe inicialet e tua. Edhe inicialet e mia GSH. Ngret marshet. Pa bum. Nosin pilot i Formula 1-shit. Shkoi për të bërë kursin e patentës dhe ngeli. Ëndër e ka mirë t'jem Formula 1 aty me Sebastian Vettel. Ka një ca vite që zgaron fare ka dalë. Se ishte një beton aty, thash ta kapi atë betonin. Miqtë Andale Sport, ja ku jemi Liga Kampionëve i ndau verdiktet e veta dhe ne jemi këtu për ndar verdiktet tona në rrugën drejt finale. Bernardo Salon, jeni gati? Vaj gati të linë më burë. Për sa i përket i sporti gati kena linë. Si duhen këto ndeshjet? Ndeshjet. Me thonë drejtën kishte çik polemika ajo ndeshja e Atletikos me Realin, që për mua kosh Reali, që për mua polemika. Ajo ishte penalti, më thonë, u diskutu që e ka prek apo se ka prek topin dhe për mendimin tim nuk e kishte prek, kom pa atë videon mbi 20 herë, se ka dalë në çdo rrjet social. Nuk e ka prek këtu? Nuk e ka prek. Por edhe unë që jam tifoz i Realit, atë penaltis duhet ja kishin heq. Tash shkonte si shkonte pastaj. Po unë që jam Barcelona dhe pranoj që ka prek me të dyja këmbët dhe duhet heq. Nuk ishte e prek me ajo. Unë e kom pa videon 20 herë. Po ta shohësh mirë, po ta shohësh mirë. Ai rreth shqitit tani si mund të binte lojtari çfarë mënyre të rënit ka përveç prekurit topit. Po arë shkiti ai. Topi deri në momentin që ai ka gjujt me komën e djathtë nuk ka lëviz topi. Jo ka lëviz topi. Po tani a ke video më po e ke video? Po në video ka lëviz e prek këmba, fillim, pastaj godet. Ore topi lëviz vetëm kur ka kontakt me komën e djathtë që gjun. Nëse rregulli është se aty je në penalltit fundit nuk e kthen dot më mbrapsht. Rregulli është se kur ti e prek edhe e diun. E prek me këmbën e parë, me dytën do anullohet. Nuk ishte Po Messi ç'se anullon atëherë. Kur e preku. Messi nuk është njëjti moment. Messi është I ra me të majtën e preku ke djatha shkoi. Edhe kjo e djeshme nuk ishte e prek më. Po janë skemat që të kaloj Real. Po mirë, ju nodhi 2 herë, rrshitën 2 lojtarë deri. Po mirë, Reali mund të thotë pastaj që nuk i dhan penallti kur e preku me dorë. Po e vërtetë, mund të thotë një Po kishte tjetër. polemikë. Thonë që Reali nuk vjedhër. Reali vjedh pa. Po kësa radhë s'ka vjedhë. Këtë herë jo, ëh. Ja. Këtë herë mbajti dorë. Unë pashtë neshëm Paris me Liverpool, ishte magjike fare, ishte si ato neshe shef herë në 10 vite, valla ja neshe magjike. Si ka mundësi edhe ai është dobët Liverpooli, ai është përballë. Jo, nuk ishte dobët Liverpooli ishte mirë, po ishte super lart Po pra ai dobët përballë Parisit. Vje Parisi e dominoi gjithë lojën në burr. Unë do bëj atë, pastaj Parisi është përfitore për mendimin tim. Shiko, të ndaj unë them, kemi këtu çerek finalet. Kemi Arsenal Real Madrid, Paris Aston Villa, Barcelona Dortmund dhe Bayern Inter. Ta bëjmë parashikimin para Flor. Do e fillosh ti? Po. Ha. Arsenal Real, me ndeshjen që pash Real Atletico, më duk dobët Reali, kështu që mendoj që është Arsenali që kalon para. Kalon Arsenali Po, kalon Arsenali këtu. Dhe Paris Aston Villa me dominimin që i boni Parisit Liverpoolit, prap mendoj që e merr Parisi edhe këtë ndeshje. Fiton Parisi. Po, edhe këtu. Pastaj është Dortmund Barcelona. Kjo është ndeshje e fortë. Këtë mund shkoj vetëm si tifozlik me Barcelonën. Po ndeshje e fortë është. Më pëlqeve. Ndërsa Bayern Inter, për ju që mendoni që unë do them Bayernin, jo do them Interin. Kalon Interi. Kalon Interi me Bayernin? Po, kalon. Me këtë Bayernin Bayerni është shumë dobët. Për mendimin tim është shumë dobët Bayern. Po, nuk Bayerni dominoi Leverkusenin në çdo lloj forme, në çdo lloj. Bayerni dobët ka 90% grupit gati, vetëm po fiton. Ja, ta marrë vllai këtë dhe do e runi këtë ju do e nxjerrni kur kalon Interi. Arsenal Paris mendoj që kalon Arsenali. Ja, Maria. Po, kalon Arsenali. Arsenali është në finale këtë vit. Jo, skur në botë, s'ka shans. Dhe Barcelona me Interin kalon Barcelona. Dhe finalen e merr Barcelona për mua. Këta bashkimet e tua. Ky është Champions i Jamalit, i Rafinhës, i Gavit, Lewandowski. Interesant. Arsenali, domethënë deri në finale ata që jam dakord vetëm me përfundimin që fiton Barcelona me rrugtimin, nuk jam dakord. Asun sem dakord. Ta bëjmë atë timen që t'jap edhe unë një ide ndryshe. Hajde Salon njerëzën. Tash i çuna. Real Arsenal, vallai, duke pa paraqitin e Realit edhe pse Atletico është shumë mirë mbrojtje, prapë është ekip shumë i rrezikshëm. E del Reali. E kalon. Reali? Po.
A kena me touch pop. Sa bukur, ko. Paris Aston Villa, me thon drejtën edhe Aston Villa nuk është keq si ekip, po Parisi është shumë fuqishëm taktikisht, përveç individualisht që janë super gjithë lojtarët, e kupton, edhe dominancë totale kundrejt Aston Villës, mund dale 2-0 e pastër. Parisi. Për më poshtë pastaj me çifti që bëre këtu. Është interesante ja. Barcelona është shumë lart. Qa do lloj ekipit kishte aty në këtë lloj faze është shumë lart, edhe del me shumë lehtësi kundra Dortmund. Sido që të shkojë në këtë formë që është Barcelona dhe e kaloi Dortmundin. Te Bayern Interi pastaj pavarësisht se Interi ka qenë shumë mirë, edhe ka qenë super champion, super grupe, ka hungur veç gol në fazë grupesh, edhe mendoj që Bayerni duke dominuar në atë formë Leverkusenin, që është ekip shumë i fuqishëm, Interin sido që të shkoje do e Bayern Leverkusenin e ka rraf 20 herë se e kanë kampionatin. Do e grije fare atë Interin. Jo se ka rraf 20 herë me Leverkusenin kampionat ka ngor dajak. Ka 20 ndeshje për shkak që janë luajt vetëm kohë të fundit me Leverkusenin se e kanë kampionat, të po them. Nëse Interi nuk e ka provu vit për vit, nuk e provon 2 herë në vit neshën, a kupton? Me thënë drejtën, do provoj fuqi gjermane të frikshme Interi kësaj radhe, kalo Bayerni. Dhe mund të kaloj Bayerni, po nuk mendoj që e grini Interin në këtë pikë. Jo, do jetë vështirë si neshje, mund të jetë 1-0, mund të jetë 2-1, si dihet si shkon. Paris Real, pavarësisht se jam tifoz i Realit, në këtë formë që është Parisi, Mbappé do. Çe të boti. Çke valla vazhdo të s'kisha kamer. Po jepi. Në këtë formë që është Parisi, sepse jam tifoz i Realit, është shumë i punuar mirë taktikisht. Edhe është shumë fort gjithë ekipi, kanë dhe i frymë ekipi shumë të bukur, edhe do pendohet ai Mbappé që lëvizi me thënë drejtën. Kalo Parisi në finale. I merr hak. I merr hak dhe e merr frikshëm hak. Po çfarë thonë po? Dhe Barcelona Bayern fort. Parisi dhe Barcelona janë në finale. Edhe mendoj që e fito Parisi. Kot kurioz sa del Barcelona Parisi nëse bim bashkë. Barcelona Bayern. Barcelona Bayern. Dhe ndeshje me gola kanë përshtypjen. Po mund dale 3-2, mund dale 2-1, mund se Bayerni ka treguar që ka treguar dhe Barcelona që është Dajak. Ma e thënë se gjë që ndodh. Po është ndryshe Barcelona tani. Ka i Messi të vogël aty që. Po pra ka ja marrë. Që më çliroi ekipi. Kjo finale pëlqen me thënë drejtën. Është finale e bukur edhe do marrë edhe hak prap. Parisi për çanolli para do viteve që ja vodhën atë edhe. Nëse po të pëlqen kjo që po shikon, na ndiqni në kanalin ton Andale në YouTube për të parë videon e plot dhe mos harroni të bëni subscribe gjithë. Ja do parashikimin tim, e lash për fund se kjo do jetë ajo. Kjo është e vërtetë, ja, kjo po. Arsenali me Realin. Tani jo për faktin që un jam me Barcelonën, po për faktin që Reali vuan vetëm me një lloj ekipi, me ekipe që luajnë mirë taktikisht. Arsenali luan mirë taktikisht. Kështu që për mua eliminon Realin. Do vuaj pak, po tani duhet dhe një që kalon. Mos zgjidh ato që zgjodha unë burr. Jo, nuk ka lidhje. Paris Aston Villa për mua është ndeshja më parashikueshme nga të gjitha. Pa çka se këta janë mirë. Dalin e 0-3. Ja. Si dihet si shkon prap, por që Paris është. Po imagjino Parisi mundi Liverpoolin, që vetëm se kishte Alisoni port, po do kishte dalë ato ndeshje 7-0 ja 3-0 me sigurt. Nuk mendoj që e dyshon Aston Villa. Barcelona Dortmund. Nuk kam dyshime fare te kjo. Po normal me tifoz. O tifoz ja, po puna është Dortmundi Lilën me zi kaloi, me gabime portierit dhe me të gjitha prapë me zi kaloi me penalti. Bayern Inter Flor. Bayern Inter. Bayern është shumë mirë. Ama kaloi Inter. Nuk e di, unë nuk e kam shef Interin, po e dua një ekip italian të kaloj. Edhe mendoj që Interi do vuaj kështu deri minutë fundit, do e bëj një gol do kaloj. Interesant. Deri tani je si puna ime. Dhe aq më tepër, unë dua edhe një Barcelona Inter gjysmëfinale se kanë një akmarrje të vjetër për të bërë. Arsenal Paris kjo është e fortë, po që Parisi është finale. Si këtu e ndroj. Ja. Deri tani Parisi është finale për mua. Ti çove Parisin në finale. Këtë vit e meritojnë ata. Me atë grup që kanë meritojnë finale. Okej, pra Barcelona Inter është Interi në finale. Po se fitoi Parisi këtë vit, do fitojnë një herë në jetë. Po nuk e fitoi Parisi nga Barcelona përballë. Nuk e fitoi nga Barcelona përballë. Interin ndaç Barcelonën, si të ketë Dortmundin, Barcelona tani Interin me vërtet e kalova. Me thon drejtën, çfarë ishte Liverpool, Paris, kush fitonte atë ndeshje, për mendimin tim, kishte kryer punë në finalen. E kishte të sigurt. Mendimi im. Interin e kalova veç për të harrar Barcelona gjysmëfinale, nuk e kalova për gjë tjetër. Fal pak. Nëse mund të ishte fituar dhe Liverpooli atë ndeshje. Okej, Paris. Do ishte Liverpooli në finale. Pse ishte në finale?
Po duke marrë parasysh gjithë duke marrë parasysh që mund të kesh neshje me Realin, mund të kesh neshje me për Reali nuk është sistematik o bursi Liverpooli. Reali shkon humb ca neshje që s'bën sens me i humb. Po jo Ligën e Kampionëve. Do kishte neshje të forta vëlla. Edhe Liga e Kampionëve kanë. Ura, Rafi Milani më burr, Rafi. Vëlla, nëse është shef, Parisi, gjithë pak lart kjo. A ka nevojë ta them kush fiton apo nuk e do? Barcelona më normal që fiton. Gjithë pak lart vetëm një sekond. Po. Nëse është shef, Parisi, nëse kualifikohet i bit ose me Realin ose me Arsenalin. Po. Po. Kështu që nuk është se e ka pasur. Edhe Liverpooli, nëse do kualifikohesh se i bite o me Realin o me Arsenalin. Liverpooli Realin e rafin Champions kur u bë faza e grupit. Parisi kishte vetëm Aston Villa. Liverpooli i bini me Aston Villa. Po pra, edhe Parisi me Aston Villa i ra. Po. Po ideja është pas Aston Villas vjen ose Arsenali ose Reali që janë të dy janë shumë fortë. Edhe po them që kushdo që të kalonte, edhe Liverpooli, edhe Parisi, po të kishin o Real o Arsenal, do i kalonin të dyja. Edhe ishte kështu e sigurt se nëse si përfundim me ç'a morëm vesh neve Barcelona me ka çelestikën. Gjithmonë që me Barcelona, pa çka se ndalin në një Inter kështu, në çuditërisht në Inter Paris në finale. Aston Villa. Mos po shohim në Arsenal ose në Aston Villa. Po Arsenali ta çova në finale, po ndoshta shkon dhe me Inter. Se edhe Arsenali Inter finale. Ore, shumë adrenalin kanë këto. Fut Asensio në gol aty me Aston Villën me Rashfordin pa. Shumë adrenalin ka parashkimet, po e dini çka ka adrenalin më shumë. Champions më të bukur s'ka pas. Ajo që vjen tani. Ajo që vjen tani. Ç'a vjen tani Flor. Në këtë pjesë të dytë ku nuk kemi vetëm po o Benar ç'a bën? Është shumë i përqendruar. Një sekond vajza ta fik. Ma çik timon. Po pse e bë kështu? O isha ngar më burr. Do ndim. Jo, nuk do ndim rrobë, ç'a vjen dole. Ti dole për të shoh i dyti. Mas mbretit të mbretit. I dyti nga dy veta që ishin. Kush ishte i parë? Unë. Se rremër. Tregoj po për çfarë po më trego? Tregoj kush ishte i parë. I pari patjetër ai që del kampion gjithmonë Gentian Shaqiri, përshëndetje. Kënaqësi të kemi këtu pilot formule, na mbushë me timon, me kaskën tënde, helmet, gjitha i kemi. Doreza kundra zjarrit, sa lart, ë? Origjinal. Ëndër ka mirë të jem Formula 1 aty me Sebastian Vettel. Të jem para Sebastian Vettel ka një ca vite që zgaron fare, ka dalë. Prandaj ka ëndër. Ëndër e kom. Megjithëse flitet që mund të jetë piloti Cadillacut në 2026. Ai e di pse, unë nga që ka qenë kampion bote disa herë, unë jam kam qenë tifoz gjithmonë. 4 herë, ka dalë dhe rresht nga 2010 deri në 2013. Kur ishte ai kampion Hamiltonit shifte paqen ai herë dhe unë ka vërtet, shumë e vërtet. Pastaj ai ka qenë në një lidhje me këtë këngëtaren. Pastaj kur hoqi dorë nga garimi, si çfarë kanë këto lidhje të këngëtar formula. Indikonte shumë në këtë sistemin psikoemocional dhe nuk performonte mirë në pistë. Falërgjia si i kanë flokët mirë? Mirë. Pa merr. Ti garove tani. Po ha pra mos e di kur e ke pasur kur dalin pilotët shumë plagë me shampanjë. Po kur dimë shampanjë nuk e ke më të flokët më. Kush nuk e ka? Edhe ti. Ai shef sa shumë ndiko femra në jetë vëlla. Nga kampion bote, dele fare, i dorë komplet. Po, edhe një tjetër gjë që thuhet për pilotët është që kur bëhen me fëmijë, pra kur bëhen prindër, xhirojnë 1 sekond më avash në pistë. Për sensin e përgjegjshmërisë. Rrjedh ai merak. E menon 2 herë jetën kur je prind. Sigurisht. Si jep do ta sport gas. E menon ti me 4 fenersh do thënë. Se vazhdoni akoma me 4 fenersh? Mos thjesht Allah. E ka trendi është elektrik. E ka thënë për këtë klas 2011-s. Një pilot shqiptar në formula. Ku të filloi gjithë kjo dëshira? Te lagja, te vendi te Analidem me karroca me kuzhineta. Unë qëllova që dija të mbaja mirë timonin dhe nuk isha shtytësim nga ata se ishte njëri që mbante karrocën e njëri që shtynte. Unë fillova të jepja mirë dhe edhe ai u apasionua, ai shoku im mbas ty më shtynte dhe u bëm një ekip shumë i mirë dhe i fitonim ato kompeticionet e vogla tek ato rrugët e lagjës së Alidemit. Edhe më tej pastaj filluam ta egzageronim pak, një herë kemi zbritur nga sanatoriumi deri tek ku është tani fakulteti deri te rotonda. Po s'ka qenë rotonda, ka qenë më e ngushtë dhe kemi zbritur me karrocë gjithën. A që vjen dishes dhe i kemi kollaj. Po, domethënë 2-3 kilometra dishes dhe nuk e di si arritëm me ato ifat që na vinin nga marrë. Ti di që i pari gjithmonë, a? Gjithmonë s'kam dalë i pari, po në jetë dihet, një herë fiton, një herë humb, e rëndësishme është me qenë pjesë e lojës me karrocë me kuzhineta. Me karrocë me kuzhineta. Nëse keni arritur juve, nuk e di çuna, i bëni vetë. Unë kam zbritur me kështu me kuzhineta. Me bicikletë. Jo më vlla, edhe me monopat. Me patina. Me patina. Me patina. Po ti me një, jo me dy, se njëri e mata i shoku im, unë me i kom.
Je për të aplikuar te Red Bullit e këto lërat ekstreme. Do pa. Kur dy në Shqipëri do të them kemi edhe në një çung këtu që Po Red Bulli sponsorizon këto sportet ekstreme. Edhe është shumë e vështirë, ajo. Do të provosh një. Po pse jo? Po mua agenti përveç pilot makinash mua kujton ekonomikun për vete. Nga që ne jemi një auditor, fati janë jemi një aty. Edhe ka diçka që do të them, që nuk kemi bërë një herë mësim mërzitshëm. Ka qenë gjithmonë interesant. Një herë në ka ardhur me makarona me marshmallow. Po shpjegonte teorinë e Spaghetti Marshmallow Challenge. Po. Është shumë e bukur që flet për team leadershipin dhe si ndërveprojnë njerëzit për të bërë ekip. Është shumë e bukur ajo. Do të thonë vija me qef në auditor vetëm. Njëri e fitoi se duhet qëndronte struktura 3 minuta. Fitova po a ditë më zën se unë gjithan tavan e bëra hile. Po si ishte Flori si student? Shumë i mirë, shumë pozitiv, shumë allegro, shumë i këndshëm. Edhe mbi gjitha shumë praktik jo. Kishte përgjigje praktike, nuk është se lexonte shumë, po përgjigjet kishte praktike, intuitive. Unë jam mërzit vetëm atëherë kur ti ke pat grupin tjetër dhe ke pas seminarin me ata, e çova bërë drift para tyre dhe ne nuk na bëre. Aty e mërzit vërtet. Po tani e gjetet më poshtë në emision. E pas faleminderit. Kam 3 vjet mërzit. Tu ardh letra. Vetë o pse vjen Flori mërzit. Çfarë ka Flori? Jo, tani e kuptova dhe arsyeën pse më ka ftuar, tani e mora. Unë do të çoj profe nga tani e vim, se kam thirrë gjithë jetën, po. Me këtë që the vjen i letër nga rektori tani, pa pse muhabeti. Çka kanë më këto? Balanca, po them pedagog edhe kjo jeta e pilotit. Është vështirë ta mbash të dyja. Po, është një çike vështirë se tani duhet me heq kostumin edhe me vesh të tutën, domethënë si në 2 mude komplet ndryshme. Është e vështirë, po unë me thënë vërtetën fakulteti më ka ndihmuar shumë, bëm edhe një aktivitet që ti ishe që bëre atë prezantimin. Dhe çuditërisht kanë shkuar gjërat shumë mirë, domethënë nuk më ashtu fare. Thjesht këta çunat që unë bëj gare janë kryesisht vinë nga, si thosh, janë mekanik, vinë nga bota e makinave dhe janë çuditi që ne ky profesori tani bën gara me neve si ka mundësi. Po nganjëherë duhet menaxhim, duhet me pas njerëzit e dur, me pas ekipin e dur dhe mund t'ia dalësh. Atë ka ndodhur që ndonjë student ka marrë të pasionin tënd dhe ka garuar në ditë. Nëse ti ke qenë te garat te slalomit që u bë. Po e di pra, prandaj atë do bile. Një student, që kisha student dhe qelluam sepse ne ishim dual track dhe ishim konkurrencë kështu. Kush e prente finishin e parit në 4 xhira. Kokë më kokë ti. Po me çfarë po garonit me makina. Unë isha me një BMW M3 competition, ky ishte me një Golf 6 a 7 kështu. Stage 2. Me modifikimet e veta. Ishte më e përshtatshme për atë cirkuitin atje, edhe tani filluan gjithë duke vënë bast profesori apo studenti. Unë faktikisht 2 gjërat e para eca normale dhe ishim shumë po luftonim shumë, gati sa ai filloi të mendonte që mund t'ia dilte për pak. Pastaj nuk e di e mban mend Flori, gjërën e 3, gjërën e 4 fillova çik në mënyrë më kirurgjikale me kthesat, me frenime. Një telefon aty do të ngel fund vitit. 3-4 sekonda. Jo, i thashun nëse ti fiton, i thashun ç'a janë lënë, ç'a duan, i ke kaluar. Shaka, se nuk ku është shkolla të vëllë. Ka qenë Flori. Ai nga ajo garë do të mëson ai gjë një leksion shumë të rëndësishëm nga ti. Po jo, se po gjithë po prisin që të bëj kjo historia se do po të fitonte ai është domethënë del kjo studenti që mund të mendojë. Te sheshi Nën Tereza. Pa është e vërtet që mësuesi gjithmonë e ruan një sekret pa ja thënë studentit. Po tani kjo ndan shumë modh mendoj unë. Ka mësues që japin gjitha dhe me shumë pasion edhe studenti bëhet më mirë, ka dhe mësues që mbajnë një gjë kështu për vetë rezervë që në momentin e durë shkrepin. Ky rast i dytë ishte edhe imi se unë kisha, pastaj e dija që ky se un kam stër vite më profesionale, domethënë ditë ku ta çoj makinën, kam shumë vite, kam qenë 17 vjeç që garoj. Kurse ky studenti kishte është qefli, kështu i pëlqej shpejtësia. Po i talentuar. Qeflit e golfa dhe më duket çik çuditshëm se golfi është makinë për popullin, sërish se ka golf. Këto golfa xhiti them unë. Shumica janë përqendruar në fushkruj, gjithë aty golfa. Gjithë golfa është normal. Po më qira fjala çka ke makinë preferuar? Unë makinë preferuar kam që kam preferuar, që kam në zemër është Alfa Romeo. Alfa Romeo. Fashë të thojë një makinë tjetër. Ajo ka qenë makina ime e parë që kam blerë si student në Itali, më qelloi një Alfa Romeo 33 Boxer, besoj regjia duhet i njohë se. Regjia e njeh, se janë vjetër. Me një motor shtrir, pra 2 pistona 90 gradë, 2 pistona këtej, 2 pistona këtej me një zhurmë shumë të bukur. Çfarë motori kishte? Shumë Boxer quhet, është 90 gradë i shtrir, pra nuk është 4 cilindra linj, po janë 2 këtej, 2 këtej dhe janë shtrir 90 gradë. Si motori Boxer i Porsche-it. E kuptoj. Po i pyetje kam, çfarë mendimi ke për Fiatin?
Fiati, shiko, 500. fakt Fiati i menaxhon gjitha, po ta dini, dhe Alfa Romeo dhe Ferrarin, gjitha grupin e Fiatit, edhe Juventusin, edhe Jeepin, gjitha, kështu që bën për Ferrarin Fiati. Fiati është si thosh nëna, është nëna e gjithë këtyre shtëpive automobilistike të famshme. Shumë pak e di që Fiati prodhon për Ferrarin. Patjetër. Vetë Maserati ja them një kuriozitet tjetër. Maserati prodhohet në fabrikat e Fiatit në Torino. Interesant. Ghibli, Graziale, këto. Po Bugatin kush e ka? Kush e prodhon? Bugatti është, unë di që është makinë franceze, Bugatti nuk ka çeduar, bën 10 makina në vit, po i bën kështu të personalizuara për këta që shpenzojnë 4-5 milion euro. Nuk jam për ne domosdoshmë. Edhe Cristiano Ronaldo e dini që ka porositur dhe koha e dorëzimit varion 1 vit e gjysmë, 2 vjet. Duhet të bësh një intervistë, kush je ti? Se s'mund shkoj një që merret me. Por Ronaldo s'ka nevojë për intervistë, kam përshtypjen. Ronaldo jo, po të tjerët një që nga Shqipëria për shembull duhet shkoj të bëj një intervistë, çfarë bën, me çfarë merresh, çfarë background-i ke etj. Po për çfarë duhen këto, unë duhet të blej. Ai do befasohet shumë lekë. Pastaj Bugatti nuk ta shet makinën nëse ti je vjen nga bota krimit apo pastron. Jo, unë po them ti je njëri normal, ke njëri normal, po. Njohur për shkak. Një biznesmen i fuqishëm. Duhet të kesh dhe çik driving skills, sepse ato janë makina që të hedhin, domethënë ajo 0-100 e kap diku. Po ti e preke pa gazin e shkoj 200, është. Unë kam pas dokumentar plak për frenat e frenimin e Bugatit, që ishte sa 3 fusha futbolli. Kur ishte me 300, me di me sa. Po. Në momentin që frenote, që shtypte atë pedalin e frenave, deri kur ndalote makina, ishin gati 3 fusha futbolli. Çfarë? Ti llogarit të shpejtësi e ke. Kod Fernand, se ti vdek gjogë. Këto makinat që quhen hypercars, to përdorin edhe teknologjinë e fënjishit, pra karboqeramikën, këto sistemin e aerimit të frenës, etj, se ju ka ndodhur besoj kur keni zbrit llogaran, që ajo era. Edhe që s'mam frena makinat. S'mam frena se konsumon ferrore. Kurse karboqeramika nuk mban temperaturë, ka eficiencë etj. Profe, ke një makinë tënde në formula. Tani ku lindi kjo makinë, ideja si e krijove, çmimi, gjitha duan të dinë detaj për këtë. Tani makinën shkova në Itali në Gjiza unë edhe lindi mas në muaj. Me pak fjalë. Kurioz jam me këtë në Gjiza, ja kupto. Kurioz jam për paru shkenca Ua. Në fakt kjo është një makinë, është makinë që prodhohet në Itali, në atë që quhet Terra dei Motori, afër Bolonjës, është status, vjen nga disa të apasionuar që kanë bërë gara dhe pastaj e kanë konceptuar si kokpit edhe kanë tashmë u bë 20-30 vite që prodhojnë makina vetëm për Formula 3. Dhe gjithë kampionatet europiane apo botërore të F3-shit, supplieri është statusi, makina që ka mund. Makina vetë është Renault. Jo, nuk është Renault, është status. Por merr motor Renault. Okay. Po mund të ketë motor Alfa Romeo, mund të ketë motor Fiat, çfarë do lloj motori që mund përshtatet. Dhe pra gjithë to Fiat F3 për shembull tani ka një status siç e kam unë. Makina ime kam bërë gara në vitet 2005, 2006. Domethënë kanë filluar që nga vitet 2000, madje edhe vetë Kimi Raikkonen, nëse mbani mend se ka ikur tash nga. Ka qenë me Ferrari. Po, ka qenë me Ferrari, po. Ka fituar një herë në Formula Renault dhe nga Formula Renault ka hyrë direkt në Sauber atëherë në vitin 2001. Pra ishte kampioni i Renault, pra është një shkollë shumë e mirë për të shkuar në Formula 2, për të shkuar në Formula 1. Ti ke menduar kalimin Formula 2, Formula 1? Po ne jemi çik moshuar tani, si jemi në atë fazën, domethënë duhet të jesh shumë mirë. Ja, juve po. Se ka dhe moshë. Po tani gjithta fillojnë me baby card, fillojnë që 4-5 vjeç. 10-11 vjeç ata janë super fare në makinë, bëjnë gara, kanë shumë eksperiencë dhe pastaj nga mosha 14 fillojnë F4. Dhe pastaj F3-shin, F2-shin dhe F1-shin. Ka qenë rasti i Ilirim Sendelin, nëse mbani mend. Ai arriti të ishte kampion në F4, European F4, në cirkuit doli kampion, në Formula 3 bëri shumë mirë, bëri gara shumë të mira, fitoi edhe Span, që është një nga garat më të rëndësishme. Shkoi deri në F2, po pastaj e la sponsori dhe ngeli në mes. Çfarë është që vështirë për të bërë kalimin Formula 1? Duan ana monetare shumë e madhe. Ky është debat shumë i hapur. Kemi Lance Strollin që ka babain e vet ka Aston Martin. Është një pilot meso dhe poshtë, do thoya unë, më shumë, domethënë bën shumë gara, prish makinën, ka shumë kosto. Dhe nga ana tjetër vazhdon të jetë një pilot Formula 1, ndërkohë kemi pilot shumë talentuar si Daniel Ricciardo që u exoneruan mes sezonit nga Red Bull, si e ka tash kjo skuadra satelite Red Bullit, jo Alfa Tauri, po se çka një emër tjetër, s'u kujtohet tani. Nëse edhe domethënë pilot shumë të mirë që nuk arrin dot, edhe domethënë varet, o ke buxhete, o ke portofolio shumë të larta,
Ose ky Colapinto, edhe ky Colapinto kishte Argentinën nga mbrapa sponsor, dhe tani është piloti i tretë më duket nuk e di kush e ka marrë një nga këto skuterit e nivelit 2. Mendoj që një ditë do kemi një pilot shqiptar në Formula 1. Po rasti Zendelit, edhe pse Zendeli nuk është fare shqiptar, domethënë është me origjinë nga Maqedonia e Veriut, ka pasaportë gjermane, pra nuk se vinte donte thonte shqiptar, po ti si je shqiptar, ti je me pasaportë gjermane, pra ti ke flamurin gjerman kur garon. Unë nëse garoj me flamurin shqiptar. Se edhe kjo është e rëndësishme, se ti ke origjinë shqiptare, po kë përfaqëson funditës. Rasti Zendelit ne kemi qenë shumë afër, se është me vërtet pilot shumë i mirë, i përgatitur, i stërvitur që i vogël, edhe me këto sportet marciale, domethënë se duhet të jesh shumë shkatësi, forcë qafa, forcë qafa të gjitha. Ishte rasti më i mirë që mund ta kishim, por nuk e suportuan sponsorët, edhe ai nuk është se në F2 pati super rezultate, domethënë ka qenë mes klasifikimi, fund klasifikimi, edhe sponsorët pastaj nuk e i kanë ndikuar dhe psikologjikisht kjo situata, pra ne edhe ka qenë në fund klasifikimi. Shikoj, është presioni shumë, domethënë kur ke njerëz nga mbrapa, ju nuk e di keni bërë edhe me PlayStation keni los ndonjëherë fëmijësh, kur ke ato ose kur ke presion nga mbrapa, domethënë kjo është forca e intimidimit, sa intimidohesh ti, pra e ke mendjen te trajektora jote apo e ke mendjen kur do të parakaloj konkurrenti. Kjo është shumë e rëndësishme për të menaxhuar. Presioni, se mos në Formula 1. Fokusohesh, po konkurenca ke Formula 3, si është? Unë tani garoj në një tjetër disiplinë, në hill climb, pra garat malore. Dhe unë kam time attack, domethënë start finish. Dhe jam vetëm. Unë xhirot shpejt jam shumë, domethënë një xhirot shpejt e nxjerr shumë mirë. Po në garë pastaj gara do shumë eksperiencë, do shumë fuqi fizike. Janë hyrë shumë elementë tjerë. Kurse në time attack unë jam shumë i fortë, domethënë e kam pas që i vogël të gjën. Edhe më ka ecur shumë mirë, domethënë hyrë në atë se tush aftësitë e mia. Po çfarë bëhet ajo stërvitja që kanë pa e bën gjithë to pilotët e qafës. Qafa të tërheqë elitarit. Tani llogarit ti nga për shembull në Monza, ju e keni parasysh pistën e Monzës. Nga 365 të bësh një decelerim në 3 sekonda në 70 orë kur hyn te shikani i parë. Çfarë forcë mund të kesh domethënë përpara, çfarë forcë G mund të ndjesh apo në kthesa. Po, shumë e vështirë me të drejtë. Në kthesën e Spas, në Ruzh, në Spa, ajo është domethënë qafa është gjë. Llogarat shkojnë vetë atë me mbajt që kam një me merdi ka koldi. Pilotët bëjnë komi kështu si ashtu më këtu. Kampianti. Kom si se koldi. Zoti më. Shpejtësia më e lartë e makinës tënde. Po se di tani mbi 200 se makina ime nuk ka kilometrazh. Mbi 200. Mbi 200. Po flasim në malore, për shkakun kush e ka qenë në malën e Kruis në Sari Saltik? Tani nuk e di unë çfarë malore, po në autostradë me makinë time ka autostrada. Domethënë në Formula 3 nuk është policia shtetit like të video. Nuk kam qenë në Shqipëri. Nuk është çështje top speedi, se sa është çështje shkatësie, manevrëshmëria. Ne hypim dhe male ke parasysh sa është pendenca 10%, 5%. Që bëhet më vështirë për shpejtësi. Top speedi duhet ta kem pas mbi 200, tani nuk di ta them tamam se kam kilometrazh. Po kjo adrenalina nuk ju vjen kështu për shkakun urat fikët nga shpejtësia e madhe ose kur ndodh në një gjë që ti devijon në moment fundit. Është një kështu që të mbyll të rrsohen sy. Shtrëngohesh ndonjëherë, po unë me këto barierët anësore kam pasur çik probleme se i kam rënë një 2 herë kështu, po thjesht e kam fërkuar që kjo pa asnjë lloj zarari. Për shembull, mua më thonë ka 90 herë makinë time që kam devijuar ka qenë gati aksident, kam deviju 2 makina kështu shpejt, edhe në atë moment rrsohesh fare, u kupton? Fillon dritën komë. Po, tani se di, unë jam mësuar me gara që 17 vjeç, kam bërë gara, kam pas momente të vështira, jam shtrënguar në herë foç, do frenoj. Shumica e rasteve më ka ecë se ka frenu makina, jam kthy, kam vazhduar jetën, si thon. Po kam pas dhe raste që për shembull në Maqedoni kam bërë 2 aksidente në gjithën pistë 2 herë. I kam rënë këtyre gardrenit, mbrojtëseve anësore. Po thjesht i kam prek me gomë, nuk se kam Po bën kështu aksidente që prish makinën, duhet ta riparosh vetë. Duhet ta riparosh vetë, patjetër. Kam një pyetje. Me ekipin, me sponsorat, me buxhetin që ke vitit. Kush mendon që është makina më e sigurt? Mund të përfshish Benzin, Audin, mund të përfshish BMW-n, varet. Kush mendon? Kjo makina që ka prodhu ky i Teslës, si e ka? Cybertruck, që kanë bërë edhe domethënë kanë imituar barkun te Elon Musk. Po nuk dalën rrugën në Europë paktën. Kanalu të Cybertruck, në Shqipëri, do atë më kishte plasë ditë në rrugë. Pse ajo është ka këto probleme. Po më kishte plasë. Ke benca për ditë. Pastaj më sigurtat janë këto makinat që janë kundra plumbit, këto të blinduarat, këto janë makina super. Jo, po them, po të jetë shumë normale, pa qenë për shembull dilema Audi, Benz, BMW, çdo zgjidhje ti.
Alfa Romeo. Po, amër burr. Ma jep i zgjidhni nga këto tre. Po ndoshta Audi me do më mirë. Audi po. Audi. Profe me makinën tënde sa i lidhur je. Domethënë kur ta prek njëri kështu pa mendje, i vërtet jo se kam atë fare. Dua thjesht ajo të jetë në kushte optimale kur të jetë ngar. Për shembull, vjet ndodhi një gjë e çuditshme. Kishim bërë një event, kishim lënë makinën në qendër dhe kështu pa mendje kishte futur një mama kishte futur çunin e vogël. Dhe çuna dhe veli siç e kanë kapin çdo gjë. Po un kam një stabilizator frene, kam një si tip rotaxhile që ja jap insistencën ose përpara ose mbrapa. Pra e dua 60% frenën përpara, 40% mbrapa, ose 70 me 30. Dhe po ta lëvizësh ajo çorkërdot, ai kishte lëviz një 3-4 herë dhe frena nuk punonte fare. Ne kishim marrë, ne kishim marrë kështu, unë e futëm makinën karrel, shkuam në Kroaci në garën e parë në Malaçka. Edhe hajde vyjm provën e parë, kështu me idenë që makina është okay, kemi kontrolluar të gjitha. Shkoj unë thesën e parë, madje dhe e kam edhe në YouTube. Kam ikur drejt, mezi e kam mbajt makinën, e kam zbritur me marshe që frenova, edhe e mora kthesën. Mezi e mora kthesën dhe aty u shtrëngova fort, se ishte një beton aty, thash ta kapja atë betonin. Megjithëse i kalamo me të bëj 1 milion euro do. Sa 1 milion euro ç'është jetë? Më aty është çështje jetë, nuk hyn më. Po kështu ku e parkon makinën? Te City Park. Po më që na ke sill një timon, nuk kemi pas shpesh një timon formule. Shumë butona shumë këtu. Po jam vllai L1, L2, R2. Po. Ja, kontrolli rrethori. Futesh që të shpjegoj vllai një diçka tjetër. Ja, më pse ky e kishte në fillim unë pashi po nga kamera. Ja ta shpjegoj nga kamera. Kur je ngar, edhe shtyp R3, L2, R3, L2, L3 dhe deli makinë tjetër. Çfarë? Kan kohë, para. Pastaj zgjohesh je nëndër. Tani na shpjegosh pak po mund. Tani që të jemi edhe të qartë, për gjithë që të jemi edhe të vërtet. Ky timoni nuk është timoni i makinës time, ky është timoni i simulatorit tim profesional që përdor në shtëpi. Pra është timon fënjësh jo i vërtet, po si thua, i realizuar 100% në diametër, në të gjitha, edhe në mbajtje. Për shembull, keni vënë në Monaco, që janë ato kthesat e forta, çfarë bëjnë pilotët? Por çka kanë këtë pjesën këtu, pra pse nuk është e plotësuar e gjitha. E kapin kështu dhe e kthejnë të gjithën. Pra çon deri në fund. Po të ndihmon shumë. Kjo ka shumë butona, DRS, radio, gjitha, apo konfigurimi i motorit, sa e do përzierjen. Domethënë këtu është gjatë flapët, aletonët, gjitha, domethënë ka shumë, po varet si i konfiguron. Ja, këto janë për shumë më shumë te regjimi i motorit, si duhet punojë motori në çfarë regjimi. Këtu pastaj më është dhe shpejtësia e kamionit, ose do të jetë kamio e mesme, e gjatë apo e shkurtër. Për shembull, Monaco do të shkurtër, pra i do marshet e shkurtra. Varet nga pista ku je. Nga pista. Ne në malore, garat malore kemi gjithmonë konfigurimin e kamionit se kemi të shkurtër, kambio të shkurtër i themi, sepse do marshet, do tork. Po që mos shkoj këtu 5000 gjiro. Kurse Monza i do të gjata, po raportet gjata të marsheve. Edhe pastaj varet si konfiguron në simulator. Atëherë këto janë paddle shifti, këto janë grand marshet. Pra bum. Kjo i zbret. Këto këtu pastaj këtu kemi bllokimin e gomave të para që frenon fort, kurse këtu është freksioni që ndan me të parën. Do thënë praktikisht ke vendosur të parën në fënjësh, e ke me 6300 xhiro dhe e lëshon një çik, pastaj jep gaz gjithën dhe ikën direkt 120. Pa to dy lart fare. Këto dy lart fare dhe unë asun si di me thënë. Varet si konfiguron, tani unë nuk jam pilot fënjësh, jo, të merrem i vesh. Po imagjinoj që je pilot i 300. Është tamam si reale. Timoni i makine. Timoni i makine. Ti je me 300 në orë, ke 700 butona, duhet të jesh për 1 sekondë, duhet dish kjo shtyp është tjetër nivel. Piloti është me 720 dhe ka aty kaq të modhe dhe bë kështu tap. Direkt shtyp atë. Ata ndryshe. Ja, vërtet është, po mësohesh kur ti ke mësohesh, familiarizohesh. I ke kështu, i ke automatike të gjithë butonat, i di shumë mirë. Profe, me që fillon Formula 1 datë 15. Jemi tani në Prag. Ja, më kjo është race weekend. Qa pret për këtë sezon të ri? Po unë tani për gjërat e kuqe tifoje para punës. Për Ferrari. Përderisa edhe vetë ke makinë të kuqe. Makinën e bleva të verdhe dhe e rapova të kuqe. Edhe me shqipojnë. Me shqipojnë.
Unë pres nga Ferrari njëherë që të zgjidhë njëherë kush do të jetë kaposhi, kush do të jetë gjeli, sepse kemi një Leclerc që është super pilot. Dy gjela. Kemi edhe një super Hamilton që makinat gjitha kështu i lyt, domethënë e merr merr dhe lyt kuqe, e merr zezë. Po tani patjetër se është marketingu, ju e dini që marketingu është shumë i rëndësishëm për ta promovuar, si thosh, dhe e dia shumë mirë që makina kuqe për shembull, mund të thonë ti je me atë Ferrarin e kuq, që s'ka lidhje fare me Ferrarin. Po njerëzve i asociojnë lidhje, po pra është psikologjike. Unë faktikisht kam zgjedhur këtë kuqen gjak që është kuqja flamurit, nuk ka lidhje me Ferrarin. Kemi edhe Shqiponjë që e ke bërë. Edhe Shqiponjë. Dhe inicialet e tua. Edhe inicialet e mia GSH. Edhe akauntin e Instagramit. Edhe akauntin e Instagram follow. Rrofshi çuna. Promocioni është rëndësishëm këtu. Ka pasë TikTokun, po e hoqi se kemi sa probleme në vazhdim me TikTokun. Po sot është dita që unë sot kemi dita fatale. Sot është ska dita fatale, domethënë. Nëse po e shihni këtë video, sot është apokalipsi TikTokut. Mos e besoj që punë muaj ka për të hapur. Normale diskuton. Ai nuk është mbas fushatës. As nuk është mbyll. Profe, mendoj që Hamiltoni do kapi ato limitin e vetë Ferrari apo do jetë tani për të parë. Sporti fëmijëshit është edhe çështje mosha, sa më i ri je, aq më mirë performon. Edhe Hamiltoni në kohën e vet ka qenë mbreti. 7 herë kampion mbreti. Megjithëse performanca e Hamiltonit është në rënje, kurse Leclercu është në top formën e vet. Plus dhe një edhe më mirë makinën se ka që në 2019 me Ferrarin edhe ka tjetër konfidencë. Kurse Hamiltoni vjen nga McLaren dhe futet një makinë tjetër, sado prap duhet të marrësh çik dorën. Edhe pse është shprehur që simulatori i Ferrarit është shumë i mirë, edhe makina Ferrari është është më lehtësisht e drejtueshme dhe i normalisht edhe kur ndron ekip do i bësh pak qefin këtij ekipi tjetër. Patjetër. Po për mua Hamiltoni ka ardhur më shumë për ty në pension, për të marrë pensionin dhe për të bërë si puna Cristiano Ronaldo si shkoi te Juventusi. Po kjo është pak shumë shkonte te Barcelona, Ronaldo te Barcelona ka kalimi te Ferrari. Tamam. Po që shoh Leclercun shoh shumë, por Max Verstappen s'ka motor tani këtë vit, nuk është makina më e mirë, është 4 dhjetat më e avashtë. Provat që u bën Bahrein tani treguan që është McLaren makina më e shpejtë me Lando Norris. Lando Norris është nëse menaxhon këto presionet dhe krijon një psikologji më të mirë fitore, kam përshtypjen që mund ta fitojë. Po kështu për shkak në ardhje e re në një nga këto emrat e famshëm. Kemi Kimi Antonelli që është Mercedesi, është pilot italian, shumë i talentuar. Madje në 2022 kur kemi qenë në FIA Motorsport Games, ne kemi qenë afër, Kimi Antonelli me flamurin italian, unë me flamurin shqiptar, dhe kemi bërë dhe muhabet shumë i këndshëm, atëherë ishte edhe shumë i vogël, se 18 vjeç që ka mbushur tani, sapo mori patentën. Madje Oliver Berman, që është edhe ai pilot i Formula 1-shit, shkoi për të bërë kursin e patentës dhe ngeli. Pra nuk ka patent makine. Vesh sa ka marrë patentën dhe do garojë në ka super licencën e Formula 1-s, po Oliver Berman, që është po ti je piloti i Hasit. Shqipëria nuk do lejohet të garote se duhet marrë të patentë. Jo ka dhe dhan tani ka qenë një nga skupet më interesante. Ndalu policia. Më thënë ai s'ka patent me i dhon makinës normale, ka super licencën e Formula 1. Po ndodhet edhe kjo se po shikoja Hamiltonin në një garë që kishte me Kendall Jenner në pasagjere. Edhe ikte në herë makina, kupton se është mësuar me formula apo është tjetër ka është mësuar me McLaren ai. Ti fillon nga niveli ekspert dhe ngelte. Edhe shikoja që ikte makina dhe kishte kontroll se i rshiste edhe çfarë makine ishte? Ishte me një GT Benz Mercedes, ka qenë du ka ajo me që është me tek deri. Po ka qenë dyran sy asaj. Po, edhe egzagjeroni çik se të bëjmë këtë historinë e bukur se kur del nga mund për shumë kur dal nga fotreshi dhe kur hypi te makinat normale më duken kështu si lodra. Po pra, duken. Po përshtypje fare, mund të lodh kështu për qef. Mu i hem, më duk kështu çudi, kam qenë duke edhe ti, McLaren. Jo, kamion vllai. Kamionçin, se kamioni nuk lejohet ti jap. I ka deri Saran derdha prap, kur kam hyp makinë time më dukte kështu sikur isha shtri në asfalt, e ke thënë kështu, aq poshtë. Se isha mësuar gjithë kohën fjalë me kamionin valla. Tani ti ke thën patentën C. Unë kam si ke dhon kamionin se duhet C. Kamionçin më burr? Ah, kamionçin. Po. Jo më policia shtetit besojeni duke parë dhe ju kanë një sekond vllai. Ti ke bën. Po kamionçin. Po mirë, falni, ka ndodhur para ca vit. Nuk i jap, no. Ndoshta ka qenë ëndër, ndoshta nuk është. Jo, më kam thënë me vërtet. Jemi edhe çik edukativ me ata që po na kamionçin nga ato. E kam thënë edhe C-n madje, sepse jap
makinës edhe me karrel, sepse mbar karrelin. Po motorit Motorit i jap shumë mirë motorit, po mund t'ja them dhe këtë se kjo është se kam thënë asnjëherë, vjet doja t'i ketë merja patentën e motorit, sepse shkoj zakonisht në Greqi dhe nuk më japin motor me marrë me qira, se duam patjetër patent. Po motorin dua ta evitoj, nuk dua të hypi. Se shumica e garuzëve edhe në hill climb nuk kanë bërë aksidente me makina, po kanë vdekur me motorra. Edhe unë kam kështu si bestytnis, nuk edhe shkova thjesht me idenë me marr patentë motorit, shkova unë kështu gjas me kampioni, katër. U futa unë aty, e bëra 800 shumë normalisht, po nuk dija pjesën e dytë, pra ishin disa kështu pra do të bëja një vit drejt, par 2-3 do të bëja edhe një rreth. Po unë bëra të 800 që shumica se bënin, edhe ndalova, tha, ku shko ti ishte i qeros ky që merr i komisionit. Pse ndalove, vazhdoni tu gërthit. Pse po mirë, thash dakord. Edhe në fund fare më ngeli tha, pse ndalove atje, tha ngeli, tha nuk e për ta marr. Edhe kam ngel patentën e motorit. Më mirë që të ka ngel. Diu se ke ngel ti, po. Edhe e kam marr kështu si shenjë nga lart që s'do të hyj motor. Më mirë që ke ngel. Se bone te që ka thonë, 300.000 lekë. Do, apo s'do? Benard kishte bërë ca pyetje të bukura. Po, un kam ca pyetje, un bëj gjithmonë ca pyetje. Jam pyetje idiote komplet. Do t'i përballojmë në skriptin. Nuk ka pyetje, ne themi neve në universitet themi nuk ka pyetje idiote, ka përgjigje idiote. Kështu që janë. Atëherë të shohim përgjigjet tuaja, me që edhe një pedagog. Unë bëra batut me çpëtutin ti më futën. Ky ishte para kalim kthes. Okej, a ke provuar ndonjëherë të japësh mësim me helmetën e garave në kokë, siç fillova unë emisionin? Jo, se nuk na lejohet, kemi sa çështje etike, dokumentin etikës që i firmosim, duhet të jemi të veshur me kollare, të përshtatshëm, jo me kostum, po të jemi brenda linjës etike. Ti mund vesh kokore dhe për shembull Flori ka lexuar kodin e etikës që është e katit dytë, katit parë. Ja kërcet me kokore. Kur ndalon semafor, ai shen ndonjëherë shoferët e tjerë si rival të mundshëm. Në semafor, kështu me dy makina të tjera. Zakonisht kohët e fundit kam xhiruar me makina kështu, jo që çdo një tjetër normal mund më kaloj. Pra unë zakonisht xhiroj me 500, kështu që. Po pse nuk e bën shoferi makinën? Po, është makina, është piloti. Po në këto draget, në këto kështu nga 0 në 100 me atë 500 time, edhe një që me biçikletë elektrike mund më kaloj, kështu që. Ai më rapat do kaloj. Edhe pastaj im startësh zjarr vllai, pastaj do provoj. Aty poshtë. Jo, se kam fare me këta, fare nuk. Kur shkon te universiteti, e parkon makinën si profesor apo si pilot? Si profesor. Madje para një muaji me makinën time, me Alfa Romeo, kishte një cep aty që parkojmë, unë se kisha mendin i rashi çike preka në çik, erdhi ai roja. Qa bon më ti je pilot? Thash unë jam pilot, po nuk jam shofer, thash, shoferi është gjë tjetër. Po s'kam trauma. Pilotin parkova të vërtet. Pilot. Kështu që. Po mirë, a ke tentuar ndonjëherë të bësh drift te parkimi i universitetit? Jo, asnjëherë. Edhe nuk më pëlqen drifti fare. Pëlqen drifti? Nuk e kam bërë. Nuk që ka pyetje për ty këtë? E heqi. Kjo është një pyetje nga ato që po flisni pyetje idiote, po. Jo, okay, pyetje tamam janë. Okej, nëse do kishe një limit shpejtësie për të folur në ligjërat, a do e kishe thyer rekordin? Unë jam te pedagogët që nuk flas shpejt, domethënë mundohem që mos t'i lot shumë studentët, Flori e di, dhe t'i jap koncepte praktike. Pra t'i ngacmoj studentët që të inkuriozohen edhe të lexojnë në shtëpi. Jo me i trash aty me slidera, me gjëra, me ngarkesa teorike, por mundohem të jem sa më praktik, kështu që flas avash. Përsëritem dhe interaktoj shumë me studentët, kështu që nuk pëlqen të eci shpejt në komunikim, s'është gjë e mirë fare. E kam provuar me këto që nuk 2 orë. Pra nuk do t'i trash studentët. Orën e parë kishim orën e dytë. Po thonë që edhe këta që flasin me avash kanë inteligjencë më të lartë. Bravo. Pra na e uli shpejtësinë e komunikimit tim po. Pyetja e rrallë. A dhe dojë. Ishte me tendencë. Okej, a ndjen ndonjëherë dëshirën e papërmbajtshme për të futur me shpejtësinë kthes edhe kur shtyn karrocën në supermarket? Po, kjo është e vërtet. Neve që bëjmë gara kemi gjithmonë trajektore në kokë, dhe unë kjo është e vërtet. Se ta më kujtohet një student, biles po më rinte nga mrapa, unë se kuptoja. Unë kur zbres shkallët ekonomikut, i zbres shumë me trajektore, pra shkoj jam gjithkohës majtas dhe futem edhe bëja kështu po në mënyrë komplet edhe. Profesor tha, ndjes tha, po pse im ktheni kështu tha, ai se dinte,
ç'është kjo, domethënë se s'ka lidhje fare. I thash unë jo, ndjes ti thash, po thjesht kam ca trajektorën kokë. Futi qeshma ai, tha ky paska ikur. Çka ka dalë? Pra këto unë këtë race line-in e aplikoj edhe duke ecur edhe por shumë që se të dal atje bëj kështu si ti për race line. E diti. Prandaj kur u futet këtu i re. Mori kështu. Ai ka thonë vetë, bën sens që je pedagog. Po, smundje profesionale. Okej, dhe pyetja e fundit. Gjo tani. Kam i dasëm tashin korrik. Duhet po treshi. Atë më treshin. Marrim atë makinën, çon marrim minutën vëlla. Po çështja është se makina ime është Se jo të ri para, mos. është një vend që quhet. Po do ta hyjësh nusën është pyetja. Një makinë tjetër për nusën dhe dhëndrin, është mbrapa, ti je para dhe je. Atje mund tani që jap gas. Ti e për hapje, që i bie buriz gjithkohë, se Ka buri, jo. Buri do. Dhe sa jo, më Jo, vetëm ajo që mund të improvizojmë burinë është të japim gas fort. Po mi më tani duhet i dasëm shumë me Formula 3. Po përdojnë korrike kemi, martohet. Jo, shoku jot. Po, shoku i ngushtë martohet. Po pse më kaq shpejt shoku jot? Shumë ka 7 vite, 8 vite, Shkoj 28 Benardi tani u plak. Po tani ka shoku nuk u plak, martohen me njerëzit 28 sa vjeç. Valla kanë me jene, dy më thoi Bëjmë karrierë, bëjmë buxhete, të sigurojmë. Benar do thë bëu gati. Ku do iki? Po a do ikë me makinën? Do ik, pse ku do shkoj? Jo, po vishi gjithë ata më si duhet. Pa. Prapë? Hajde. Po. Kërpun që ta tregosh Tani, Në fakt dorezat janë të fundit që duhet. Filloj. Dorezat janë fund. Fier këtë njëherë të bardhë. Atë, kjo e bardhë është kapuçi që përdor Kapuç. Kujdes tani. Se po vëllë në kokë. Të mund ta përdorësh. Vetëm vishu, komentet leri, vetëm vishu. Po, një sekond, mund ta rrin jashtë gjithmonë për aerosi. Ai bukur, super. Po korja. Ja pasi po na. Tunja kokës është. Tani, doreza që ta dini ju, që vishën gjithmonë të fundit, sepse duhet kokorja në fillim. Doreza. Do të ekspert kota. Janë kundra zjarrit. Se kështu na thanë, dhe po të marrë zjarr. Qose Dhe ato doreza edhe për shefat e kuzhinës që gatojnë janë. Ato doreza nuk janë dosi, do bëjnë 130 euro. Janë jo të lira. I përshtaten formantit. E mos harro të bësh edhe këtë lëvizje kështu. Bernard. Po, edhe lëvizjen e fundit. Për të filluar. Kape atë timonin. Bravo, ha, tani. Merr timonin edhe ikim Tani gati Floro? timonin lart, si e di, ke parasysh si mat vet. Aty. Përthyj çik durë. Priti çik tash. Një freksionin, bravo, freksionin shumë mirë. Jam i zgjuar. Gazin 3 O Bernard, kanë nik pilotët e tjerë. gazin 4700 xhiro. Dhe Çoj parë. Kush ishte gazi? O Bernard, thjesht Gazin e ke poshtë. Gati? Nosin. Kaq që më. Ky është shembull që çdo mashkull mbetet 5 vjeç gjithë jetën e tij. Mjaftojnë vetëm këto pasione të vogla. 56 vllai, un kam timon Formula 1 në dorë. Por me të ndërojmë që ishe këtu. Faleminderit juve që Edhe urojmë që çdo garë të shkojnë bar për ty. Ne do jemi aty prapë për të provuar diçka, ndoshta edhe me makinën kur ta kemi. Pak më nga afër. me shumë kënaqësi. Që kënaqësi. Ju pres. Dhe tani patjetër duhet kemi pak ato momentet më kulminante që ndodhen në këtë javë. Dhe çfarë tjetër përveç Mister Vetula Ancelotti mund të ishte këtu? Milanisti të shmerë, unë këtë akoma mendoj se është ke Milani. Këtu, te ky momenti këtu Atletico e kuptoi që humbi. Pas ka si ishte akoma duke u lut, po Atletico kuptoi që këtu ishte momenti kur humbi. Me thon drejtën, e maj me mirë këtë momenti kur e kapi kamera, aty ishte frika Ancelotti. Aty tregoi frikë në sy që mund të më hiq thje kësaj rradhe. Ky këtë fytyrë ka Si sa i dëshpëruar është. të dasma vet. Kur takon dikë që s'ka pa për 10 vjet. Kur çfarë lloj emocioni në jetë ka kështu. Ka të Fal pak, çfarë do të thotë kjo fytyra kështu? Kjo? Kjo do thotë E hongrën për. Ti kush e bë tjetër këtë? E di. kush? Antoni. Antoni. E ke pa kur u Kur fut të nesër? vendohet nesër, çe gallate. Po kjo. Ç'është kjo? Kjo është një cigare e madhe. Po shezi. Si. Nga që ka bërë paraqitje të mira këto kohë, ka filluar të duan shumë tifozët, po shezi ka një problem, që është nga ata lojtarët që pi duhan dhe ka pranuar hapur që pi duhan. Edhe gabim bën. Do thoya zot keqe, po gabim bën. Nëse për tjerë është fundi ai, çfarë Po do me këto performanca të mira, jo duhan të pi ky. Po dhe bar t'i japin veç të presje mirë, e kupton. Çfarë japin? Bar. Po E ke parasysh që ndesha më mirë e këtij ishte edhe me Benficën ku mbush gjithë tym atje. Dhe ky aq mirë ka luajtur atë ndeshje. Sa e ka Po shiuar. knash pas e mori nikotinën e tithja dhe Ka marrë mush. nikotinë, do thënë tani po.
Stadiumi i Barcelonës, Qa kemi këtu, qa ka hedhë Sergio Ramos histori këta herë. Si duket si Zidane ai aty. I vazhdon provokimet akoma ky njeri. Vazhdon Sergio Ramos. Minuta 93 ku i ka bërë golin me kokë, Atletico, finale. Punj për Atletico kjo. Dhe fanella me numër 93, goli i famshëm në finale ndaj Atletico, dhe ky tifozi pak i nxehur madje që po sheh para normalisht nuk ka faj. Po duket pak kështu si. Po i çuditshëm është Reali, si gjithmonë vllai, gjej mënyrën në një farm forme, ku diun fiton. Por ti thon mbaroj, po jo më kanë ata të Ku gjeti mënyrën, më këtë radhë ka gjetë mënyrën Sergio Ramos, jo Reali. Kunjin, i tremi lojtë, aty tremi ato tifozë. E lexoni çfarë shkruan aty? Po, qofse do e kapja Klopin në krevat me gruan time, do të pyesja çfarë do për mëngjes. Interesant. Jo, çfarë do Klopi për mëngjes, jo gruaja. Grua do harron. Ta rikthej edhe një herë. Bravo, qof, vllai, çeki pall trapi. Interesant. Çeki pall trapi. Ai qonga shumë i dëshpëruar vlla. Pa vetë Ka tregon sa duan Klopin Liverpool akoma. Është akoma i bukur, i ke burr. Hiqe vllai, hiqe. Jo lexoje, po hiqe më burr. Ndroje o florat më, hiqe na çon. Nuk është tifoz vllai, është njëri. Mos pini duan thotë. Kolonat apo s'ka. Sponsor. Interesant. Ç'është kjo Flor? Cirku. Cirku kujt? Si rumanis duket? Cirku që i bë Reali Atletikos. Nuk i ngjan në stadium? Jo. Jo, më thon. Çe keni pak këtë ditë? Filloi me futbolli fare. Ne Manchester United. Bravo. Stadiumi i Manchester United. Stadiumi i United që është ky projekti këtu. Është shumë i bukur duhet të thënë. Ky projekt i vlente nuk e di sa miliona euro. Ishte 100.000 vende. Stadiumi i dytë më i madh në Europë, 100.000 vende, si Barcelona po bën Camp Nou 105, ka kalu të gjitha. Është Santiago më i madh në Angli, i dyti më i madh në Europë. Shumë i bukur duket, po ngjan pak me një formë cirku, më thonë. E bën Castile me 3 kundërshtar. Do të thonë do bëjmë cirk kur hyni mbrenda. Me këtë United tani tre. Po ai tregon që ne kemi kap. Jo United tani. Është bëhet fjalë për United mas 5 viteve. Kur mbarë stadiumi. Për 5 vite herë nuk ke United. Mu më pëlqej fakti që këto kanë plane për ekipin vllana të ardhmen, përderisa po bëjnë stadiumin, jo si këto italianë që kanë 2 ekipe një stadium dhe treçerekun e merr bashkia. Po. Ta janë si Inter me Milanin. Dhe me këtë foto, me këtë cirk, unë them ta mbyllim edhe ne këtë. Po gocat janë gocat. Kush gocat? Gocat më që a kena erën tjetër Benard. Nxorë sekret këtu live. Jo nuk ka goca, nuk ka goca. Gocat e showbizit nuk ka goca. Gocat herën tjetër. Te tabela. Na ndiqni herën tjetër për të parë goca. Full post. Ciao. Nëse ju pëlqeu kjo video, na ndiqni te Andale. Andale!